Shkodra mirëpriti në një mbrëmje të veçantë muzikore kryevepren e Antonio Vivaldit, Katërsinët. Koncerti u zhvillua në Kishën Shën Franceskut dhe solli tingut magjik të muzikës baroke nga orkestra e njohur Albanian Chamber Orchestra në drejtimin e violinisës virtuoze Abigaila Voshtina. Kjo është një pjesë e programit Simfoni Pranverore dhe vjen si një iniciativë për të promovuar artin dhe kulturën. Voshtina thotë se Shqipëria duhet të ketë strategjinë e saj të mbështetjes së muzikës klasike, që ajo të jetë një potencial turizmi siç e ka Venezia. Mendimi im është që Vivaldi është autori perfekt, ashtu si që është edhe Tartini, sepse kanë qenë kapel maestra në për kisha, kanë shkruar, siç e dim, Vivaldi ka jetuar në kishën della Pietà, e cila ishte gjithmonë për vajzat të cilat ishin pa familje ose ishin familje shumë të pasura që nuk i mbanin dot, dhe kanë nxjerr mbi 600 vepra duke shkruar për to. Vivaldi vetë ishte prift, fatkeqësisht nuk mundi asnjëherë ta kryente meshën, sepse nuk ishte në gjendje, kishte një problem me pulmonët, me mushkërit, dhe nuk arrinte dot të ishte në gjendje ta bënte. Por kjo na solli neve benefitin që sot kemi një nga shkollat më të mira violinistike, ashtu siç është ajo le të themi shkollës veneciane, siç është Vivaldi dhe Tartini, siç u thash më përpara. Mendoj që muzika është e bekuar, muzika klasike është e bekuar, çdo lloj muzike, por muzika klasike është shkruar për kishte, që nga koha e Bachut, ku edhe duelet muzikore ndodhnin në kishte, sepse ju keni një organ shumë të bukur, më bëhet shumë qefi. Zakonisht ka pasur 2 organo, në të cilën 2 kompozitorë të asaj kohe hidhnin, duelonin njëri tjetrin me tema të ndryshme dhe me virtuozitetin që ata kishin. Shkodra ka qenë epiqendra e kulturës, sepse ne nuk duhet të harrojmë që shkolla e parë e muzikës lindi këtu në Shkodër, dhe ne kemi Cezaden, Tonin Arapin, Pjetër Gacin, veprat e para, operat e para shqiptare, siç është Mrika, domethënë Prenk Jakovës, gjithçka ka buruar nga Shkodra. Do duhej që me të vërtetë të incentivoj kjo gjë, t'ishte, pse jo, t'ishte edhe një formë e turizmit, edhe muzika klasike, ashtu si sot e ka Venecia, në çdo kishë Venecias, do gjesh të interpretuar këtë pjesë apo diçka tjetër, e cila i ofron turistëve në atë 1 orë, 3 orë, 2 ditë që jetojnë në Venecia, një pamje të tërës, asaj që ishte, domethënë, le të themi, kultura e atij vendit. I frymëzuar nga pikturet e peizazhit artist italian Marco Ricci, Antonio Vivaldi kompozoi Katërsinët afërsisht në mes 1720 dhe 1723 dhe botoi ato në Amsterdam në 1725. Katërsinët përbën nga 4 koncerte Pranvera, Vera, Vjesht dhe Dimër, secila një formë të veçantë. Në thelb ajo ishte si një poem për natyrën, ku ai u mundua të realizonte tingut e Katërsinëve.